dalim këtu këtë këngë të bukur të kënduar pra nga biku ynë, nga edhe biku I Radio Projektit Ikli Punovia, për t'i thënë Ikli mirë brema dhe Gazmir mirë brema, mirë se erdhë në Radio Projektit Ikli. Mirë mbrëma. Si jeni e mirë? Po. Dhe mirë se u gjetëm Radio Projekti Danimark. Faleminderit Ikli, të falenderoj nga zemra që je pjesë her pas here e bisedave të mrekullueshme që zhvillojmë me njerëz talent muzik, por edhe në instrumenta muzikore siç kemi sot dhe Gazmirin. Gatroj Gazmir, do ta pyes me vonë pse Gazmir. Mirë brava Gazmir dhe mirë se erdhe. Mirë brava dhe mirë si u gjeta. Si të kam, a je mirë? Mirë, si e di? Po, kështu, si navigacion mo. Vallaj. Po që shto po. Të falenderoj nga zemra që u bëre pjesë sot dhe e Radio Projektit 21. Shumë faleminderit, jam krenar edhe unë që jam pjesë programit. Respektu. Zoti trujt. Edhe ju. Amin. Unë ja la fjallën gjithë njerë, fillim Iklit, miku tim të mirë. Po, I takon, shumë I respektueshëm. Atëherë mirë mbrëma stafi Radio Projektit Danimark, mirë mbrëma miku im Zoti Luiq. Unë kam derin dhe kjo është një nder shumë I madh sepse sonte në Radio Projekti Danimark është I ftuar një njeri me vlera të larta njerëzore, por një mjeshtër I paritshëm, jo me fjalë, por me vepra. Të flasësh për Gazmir Shehu, emigrant në Angli, punues I shumë instrumentave popullore, muzikore, kordifone, e tjerë, ku unë do t'ja lej fjalën në vazhdim atij dhe do flasja ai për rrugën që ka nisur, viti I parë cili ka qenë që ka nisur dhe ka marrë këtë objektiv shumë të madh dhe po e zbaton me shumë korektësi dhe nivel të lartë, qoftë nga ana artistike, qoftë nga ana e punimit të instrumentave. Unë kam kënaqësi më të madhe të flas për Gazmir Shehu dhe I premtoj publikisht sa jo vetëm në Radio Projekti Danimark që ky do të jetë I ftuar disa herë edhe me Paqonikli duke kontaktuar me ju Zoti Luiq ku do flasi për arritjet dhe sukseset e tij në vazhdim, që ju uroj suksese pa fund, por nga ana ime do të kem mbështetjen në çdo promovim, qoftë në radio, qoftë në mediat e shkruar, qoftë në mediat vizive, sepse kjo është një emigrant që është shembull për të gjithë emigrantët shqiptarë, jo vetëm në Angli, por në mbar shtetet që ka rrugën toksor, pasi ky është punues I shiftelive, I sharkive, I violinës, I lahutës, po ka bërë dhe klarinet, që ky do flasi vetë për shumë të tjera që unë nuk e di, ndoshta Zoti, se thonë që Zoti kur do me bën mrekulli, dhe ky nuk është gjeni, po ky është kalu gjeniu sepse me vërtet ky është një mjeshtër I paritshëm që ato që e ndjekin, ato që kanë marrë instrumentat të ky, ato që kanë përdorur instrumentat e tij, që u kam patur fatin të përdor 2 instrumenta të punuar nga vetë ky mjeshtër, nuk e di, nuk ka fjalë, ky është një mjeshtër I paritshëm, e them me plot gojen, kam respekt për gjithë ato që janë mjeshtra që punojnë instrumenta dhe japin kontributin e tyre, po ky është ikon e kësaj pasi ka arritur t'i bëjë me Bluetooth, ka arritur t'i bëjë në kohën e modernizuar që rrallë kush dhe unë më them që nuk ka shqiptar si punë Gazmir Shehu, qoftë në Shqipëri, apo qoftë në Kosovë, apo qoftë në Maqedoni, apo qoftë në Malzi, në mbarë shqiptar që mund t'jetë I tillë një njeri si Gazmir Shehu. Unë ju falenderoj shumë dhe Gazmir Shehu duhet promovuar jo vetëm këtu, jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste, qoftë në Radio Projektin Danimark, qoftë në çdo mundësi që ne kemi, sepse ky e meriton dhe është shembull I emigrantëve shqiptarë. Unë do ta ndjek nga poshtë emisionin tuaj
Dhe Gazmiri do të flas vetë për jetën dhe veprimtarinë e tij si mjeshtë i paarritshëm dhe i uroj jetë të gjatë gjithmonë. Faleminderit Faleminderit Ikli. Ikli, faleminderit shumë për Ju përshëndes burra, respekte.